Me fjalë të tjera, indëroi gjykata. Even in his Edhe pse me zë të ullët, urdhri i Thachit është i qartë. Dëshmitari 4 duhet, dhe këtu citoj, të korrigjojë dëshminë e tij të mëparshme, çfarë do thotë që duhet të ndryshojë dëshminë e tij të mëparshme në favor të zotit Thaçi. Më konkretisht, ai referohet pjesës 6, faqes 7 të intervistës konfidenciale me ZPS-n. Dhe që dëshmitari duhej që ta bënte të ndryshim këtu në Hag, në seancën për përgatitjen e dëshmitarit me ZPS-n, përpara se sa të ulej në bankën e dëshmitarëve në këtë sallë gjyqi. Thaçi urdhëroi dhe tha që kjo është faqa dhe pjesa që vizitorët e tij duhet të merrin me vete në mënyrë të tillë që ta bënin punën që ju kishte kërkuar. Dhe më pas duhej që të siguronin që nuk kishte asnjë lloj dyshimi për urdhrat e vet, dhe nuk kishte asnjë hapësirë për gabim. Thaçi i bëri edhe më të qarta udhëzimet e veta. I kërkoi sekretarit që të paraqesë klipin deri në minutën e 2 sekundi 7. Part 6. Pjesa 6, faqja 7, deri tek rreshti konkret, specifik. Të nderuar gjykatës, besoj se mund të dëgjoni shumë qartë zhurmën e letrës që sapo e dëgjuam në këtë fragment. Pra thuhet që dëshmitari 4 duhet me përmirësu dëshminë e tij. Dhe në pjesën përfundimtare të këtij fragmenti që sapo dëgjuam, Thaçi e tha shumë qartë se çfarë mesazhi kishte lidhur me këtë dëshmitar. Do i kërkoj sekretarit që të vazhdoj me pjesën tjetër të këtij klipi. Thaçi dhe parashikon që çfarë do i bëjmë, cilat janë pyetjet që do i bëjnë dëshmitarit gjykatësit. Dhe nuk ka pikë dyshimi që pjesa e fundit e këtij fragmenti të incizuar është më e vështirë që të dëgjohet, sepse zoti Thaçi po flet me zë shumë të ulët. Por, pavarësisht përpjekjes për të fshehur atë që po thoshte, ai nuk e arrin këtë qëllime. Këtë do ta shikojmë gjithashtu edhe përmes provave që tregojnë që në pjesë të veçanta të deklaratave të mëparshme të dëshmitarit 4, që Thaçi në mënyrë të vazhdueshme i ka përsëritur, përkatësisht pjesa 6 faqja 7, ishin pjesët konkrete ku dëshmitarit i bëjnë pyetje lidhur me përfshirjen e Thaçit në keqtrajtimet e pretenduara nga anëtarët e UÇK-s. Me fjalë të tjera, ajo çfarë dëshironte Thaçi
lidhur me pjesën 6, faqja 7, ishte që të eliminoheshin provat për përfshirjen personale të Thachit në kishtrajtimin e pretenduar të dëshmitarëve. Dhe sërish, edhe kësaj here, bëhet fjalë për dëshmi të cilat janë mbledhur jashtë objektit të paraburgimit që e provojnë të gjë përtej dyshimit të arsyeshëm. Në këtë kuadër, në qëse do i referohemi datës 2 nëntor 2023, më pak se sa një muaj pas vizitës së kryesiut dhe kilaj për zotin Thaçi, ZPS-ja zhvilloi një kontroll të autorizuar me urdhër gjyqësor në banesën e kilajt në Kosovë. Gjatë këtij kontrolli, ZPS-ja sekuestroi copa letre të grisura nga një qese mbeturinash që ishte lënë në hyrje të banesës së zotit Kilajt. Mund të shikojmë këtë në provën materiale të ZPS-s P00123. Pra, sikurse e shikoni, kjo qese është mbushur me letra të grisura. Ekspertët forensik i kanë bashkuar këto copat e grisura të letrës dhe rezultatet tregojnë që Kilaj kishte grisur dhe kishte hetur në kosh mbeturinash, jo copa letrash rastësore, por letrat të grisura të dy deklaratave të mëparshme konfidenciale të dëshmitarit 4. Një prej letrave të grisura mund të shikoni në ekran dhe kjo ka numrin P3 të provës materiale të ZPS-s. Kjo është pikërisht faqja 6, pjesa 6, faqja 7 e dëshmitarit, e dëshmisë paraprake të dëshmitarit 4, dhe ndërkohë e kemi dhënë të paqartë, nuk mund ta lexoni sepse mbetet një dokument konfidencial. Ndërkohë që versioni plot i deklaratës së dëshmitarit 4 të ZPS-s i është nxjerrë Thachit në çështjen 6 përpara vizitës së 6 tetorit. Pjesa e dokumentit sekuestruar nga Kilaj është eksaktësisht e njëjta pjesë dhe e njëjti numër faqe që Thaçi tha që dëshmitari duhet ta ndryshonte, pra që ja kërkoi Kilajt gjatë vizitës që ky i fundit i bëri zotit Thaçi. Dokumenti i grisur i sekuestruar nga Kilaj ka madje edhe pjesë të nënvizuara, ka edhe shënime me dorë në pjesët konkrete për të cilat Thaçi kërkoi në mënyrë të vazhdueshme që dëshmitari 4 duhet që të ndryshonte dëshminë e vet. Të nderuar gjykatës, këtu përfshihet edhe një kuti e bërë me shkrim dore, lidhur me pyetjet dhe përgjigjet që fillojnë në rreshtin 9, pjesa 6, faqja 7. Kjo është pjesa që ka të bëjë me identifikimin paraprak të dëshmitarit të zotit Thaçi, pra, identifikim që i ka bërë dëshmitari zotit Thaçi. Dhe kjo nuk është e gjitha, sepse ZPS-ja ka marrë gjithashtu përmes urtit gjyqësor incizime dhe të dhëna nga qendra e paraburgimit dhe nga printimet dhe kompjuteri i zotit Thaçi. Të gjitha dokumente janë shqyrtuar nga një eksperte e pavarur përpara se sa t'i jepeshin ZPS-s. Asnjë prej këtyre dokumenteve nuk është stipuluar nga privilegji ligjor. Dhe këto dokumente tregojnë se